Qindra besimtarë katolike janë drejtuar katedrales së Shëmpalit në kryeqytet për të kremtuar ringjalljen e Krishtit. Mesha e shenjtë zgjati deri pas mesnate, e sipas traditës deriteve, të gjithë besimtarët janë bashkuar për të uruar ringjalljen e Jezusit. Kreu i Kishës Katolike në Shqipëri, Imzot Rok Mirdita, ka uruar të gjithë besimtarët katolik për Pashkët. Ai shpjegoi se ringjallja e Krishtit është një mesazh shprese dhe besimi për të gjithë njerëzimin. Në kryqin e Krishtit, bota fiton edhe një herë mirësinë që e kishte humbur për shkak të mëkatit, sepse në kryq Krishti e mund mëkatin. Në shtunën e madhe, pra gjatë ditës së sotme, Kisha dhe bota kanë hyrë në heshtjen e Krishtit të shtrirë në varg. Por edhe Krishti vetë, duke hyrë në varg, hyrë në heshtjen e njeriu të mundur nga vdekja. Besimtarët katolik kanë uruar edhe njëri tjetrin në këtë festë të bekuar. Një ditë e veçantë për të falenderuar Zotin për çdo gjë që na ka dhënë, edhe Jezu Krishtin. Gëzuar gjithë shqiptarëve, faleminderit. Gëzuar gjithëve të gëzuar. Gëzuar gjithë shqiptarëve për shumë vjet. Fat, mbarësi, lumturi në të gjitha familjet shqiptare. Krishti ngjallet, shpresojmë që të ringjallin shpresat e gjithë shqiptarëve. Gëzuar. Pashka është një nga kremtimet më të mëdha të katolikëve. Ata risjellin në vëmendje ngjarjen e madhe të ringjalljes së Jezusit të Nazaretit, 3 ditë pas vdekjes së tij në kryq. Të gjitha ritet finalizohen këtë të diel, që njihen ndryshe dhe si dita e shenjtë e Pashkës.